Zona Gjuadolit mbeten ndër më të frekuentuarat në Shkodër, por prej disa kohësh shumë banesa tradicionale të kësaj zone po degradohen, ndaj kërkohet që institucionet të ndërhyjnë për rehabilitimin e tyre. Janë rreth 15 banesa tradicionale të evidentuara në zonën muzeale të Gjuadolit, të cilët po shkatërrohen si shkak i amortizimit shumë vjeçar. Ndërsa tek Shkodër bën të ditur se është e pamundur që investimi të realizohet nga ana e tyre, pasi kërkohen fonde të mëdha, ndaj shpresohet që ndërhyrjet të realizohen nga Ministria e Kulturës. Duke qenë një zonë me sipërfaqe shumë të madhe, kërkohen projekte madhore me financime dhe me shuma të mëdha që deri tek Shkodër nuk arrin t'i mbuloj, por besoj me iniciativat të qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit do të ketë. Sokoli thekson si një zgjidhje që pronarët e ndërtesave ose bizneseve që operojnë në këtë zonë të miratojnë projektet për rikonstruksionin e tyre pranë dikasterave përkatëse. Po kjo nuk do të thotë që ne të frenojmë aktivitetin privat. Shumë pronarë të cilët kanë pronat e tyre dhe banesat e tyre në këtë zonë, në bazë dhe të ligjit 27/2018 për trashëgiminë kulturore dhe muzet, mjafton që projektet e tyre të miratojnë në dikasterin përkatës dhe pronat e tyre mund të rihetëzohet duke ruajtur vlerat arkitektonike të saj edhe si aktivitete private. Zona muzeale e Gjuadolit, krahas historisë dhe trashëgimisë kulturore që mbart, është edhe mjaft e frekuentuar nga turistët vendës dhe të huaj, kryesisht gjatë sezonit veror, ndaj ndërhyrja është emergjente për restaurimin e banesave karakteristike.